Muzika, historia dhe trashëgimia kulturore erdhën në një koncert në Elbasan. Muzika klasike botërore u bë bashkë me atë tradicionale shqiptare. Koncerti erdhi nga soprano e njohur Alisa Katroshi, ndërsa koncerti u zhvillua në ambientet e Muzeut Etnografik të Elbasanit. Artistja interpretoi për publikun veprat më të njohura të muzikës klasike, ndërsa i përzgjedhur ishte veçanërisht repertori i muzikës shqiptare. Babai im ka kënduar shumë këngë popullore dhe shumica e repertorit ka qenë edhe repertori i Shqipërisë Mesme dhe nga Tirana, po më shumë edhe nga Elbasani. Mes të pranishmëve kishte edhe vizitor. Unë ndjeva sikur isha në Tiranë ose sikur isha mis familjes time. Kanë ardhur shumë fakt, nuk e prisja edhe që kanë ardhur miq nga Vlora, kanë ardhur nga Budapesti, kanë ardhur nga Tirana. Aktivitetet të tilla që krijojnë një atmosferë të veçantë, gjallërojnë edhe më shumë jetën artistike dhe kulturore në Elbasan.